Përshëndetje dhe mirë se vini në Pasion Kuzhine. Sot kam përgatitur një recetë ngrohtë familjare. Është një tavë me oriz, mish pule, e pasuruar me speca dhe qep. Është perfekte për një drekë ngrohtë familjare, kur duam të ndajmë një shije të mirë me të dashurit tanë. E janë ta përgatisim së bashku hap pas hapi. Këtu kam mish pule, e kam vendosur në një tigan të thellë, duke i shtuar piper, mik sersash, i shtojmë pak krip dhe në fund fare do t'i shtojmë vaj ulliri. Kjo është nga ato recetat që unë zakonisht i përgatis në fundjavë. I masazhojmë mirë me duar. Nëse kemi kohë, mund ta lëmë të pushoj për 3-4 orë. Por nëse nuk kemi, atëherë mund ta përgatisim në moment. I vendosim kapakun në temperaturë të ulët për gati 30 minuta e kemi gati. Gjatë kësaj kohe e ndihmoj her pas here duke i kthyer pjesët e pulës nga të dyja anët. Në fillim mishi i pulës lëshon lëngje dhe janë pikërisht ato lëngje që e zbusin, e zjejnë pulën. Ndërkohë që pula përgatitet, ne merremi me perimet. Këtu kam një qep të madhe goxhak të qepën, e grim te ky grirësi i perimeve. Pasi na duhet të jetë e prerë shumë imët. Kemi 4 speca, 2 janë të kuq dhe 2 jeshil. Mundohemi t'i krim në kubik shumë të vegjël. I ndajmë në fillim në ripa dhe më pas fillojmë t'i presim në kubik. Speca e bën tepër të shijshme këtë recetë, duke i dhënë edhe shije dhe aromën e gatimeve të verës. Pasi mishi ka filluar të skuqet, e largojmë nga zjarri dhe tek po e njëjta yndyrnë do përgatisim perimet. Në fillim do shtojmë qepën dhe pasi qepa të jetë zbutur, do shtojmë specat. Qepa është zbutur, ka filluar të marrin dhe ngjyrë, është momenti për të shtuar specat. Si u thash më parë, kisha 2 speca të kuq dhe 2 speca jeshil. Edhe specave do t'i japim një kaurdisje derisa specat të zbuten. Si e shikoni, specat kanë ndryshuar ngjyrë, kanë marrë dhe një farë skuqe. Është momenti për të shtuar orizin. Shtojmë 2 filxhan të çajit me oriz, për mas kam përdorur filxhan çaj. Japim një skuqe dhe orizit, sigurisht që orizin unë e kam larë dhe e kam kolluar më parë. Është momenti për të shtuar ujin, po tek i njëjti filxhan, kur shtova 2 filxhan të çajit me oriz, shtoj 5 filxhan të çajit me ujë. Më pëlqejnë ato tavat që orizi është i zjerë plotësisht. E rregulloj me krip, pak më shumë se një lugë çaj po i shtoj unë krip. I shtojmë piper të zi. Një përzierje të mirë, do t'i vendosim kapakun dhe do ta lëm për 10 minuta në zjerje. Kjo na ndihmon që kur ta vendosim në furr, perimet mos të zhvendosen në sipërfaqe të tavës, por të shpërndahen edhe në brendësi. Vendosim dhe mishin e pulës sipër dhe direkt në furr për 30-40 minuta në 200 gradë. Dhe ja si duket tava e sapo pjekur. Të dashur miq, kjo ishte tava me oriz, mish pule dhe speca. Një recetë e thjeshtë, plot shije dhe shumë dashuri. Ju falenderoj që më ndiqni dhe komentoni çdo ditë.